Ilmi Rexhepi, ekspert në lemin e terminologjisë islame, ishte dëshmitari i fundit në të cilin të akuzuar për vepra që lidhen me terrorizëm janë imami Zeqiria Qazimi, Sedat Topjani dhe Ilir Kraba. Dëshmitari Rexhepi u caktua nga Bashkësia Islame e Kosovës, ndërsa ishte i propozuar nga mbrojtja e të akuzuarve. Fillimisht ndaj dëshmitarit Rexhepi pyetje u parashtrua nga avokati Zeqiria Qazimit, Murad Demolli. Demolli ishte interesuar që dëshmitarit të sqaroj konceptet e xhihadit dhe shehidit. Fjala xhihad në gjuhën arabe, në kuptimin etimologjik do thotë përpjekje, mund, angazhim, kurse në një nga përkufizimet terminologjike islame, nënkupton përpjekjen, angazhimin, mundin që të bën dikush nga muslimanët, në gjitha format e mundshme, përfshirë arsenimin, edukimin, luftën legjitime dhe forma tjera të kontributit që mund t'japë njeriu. Dëshmitari sqaroi se çfarë nënkuptohet me shehid. Presupozohet të jetë personi i cili bie në luftë. Pra që vdes duke luftuar, është kuptimi i drejt për drejt. Kuptimi i parë i fjalës shehid, po i tillë në terminologjinë islame mund të konsiderohen edhe të tjerë për shkak të peshave të vlerave morale që kanë veprim të ndryshme. Pastaj Jeton Berisha, avokati Sedat Topjanit, kërkoi të di nga dëshmitari se sa mënyrat e faljes së namazit janë dhe dëshmitari u përgjigj se janë 4, ndërsa Kosova është e përcaktuar për shkollën Hanefi. Edhe prokurori Eles Blakaj kërkoi sqarime për xhihadin. Në nga pyetjet tjera, përgjigjen e jurit thatë që në luftë legjitime, respektivisht legalizimin e kësaj lufte, e thrasin institucionet legjitime fetare. A është ashtu? Murad Demolli, avokati Zeqiria Qazimi, dëshminë e Ilmi Rexhepit e konsideroi të kënaqshme. Në një aspekt ishte e mirë, por pak në disa aspekte hezitoj që edhe ta tregonte atë që duhet. Ku konkretisht? Sa i përket ligjeratave që që duhet merret leja nga Bashkia Islame me tema të caktuara. Seanca e radhës në këtë gjykim do të mbahet në muajin maj dhe aty do të jepet fjala përfundimtare e palëve. Në këtë gjykim të akuzuar janë edhe Ilir Berisha, Burim Ballazhi, Liridon Kabashi, por ata kanë pranuar fajësinë.